Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut konfirmon bashkëpunimin me Këshillin e Evropës në fushën e sundimit të ligjit demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Bekim Sali takoi sekretarin e përgjithshëm Alain Berset dhe përshëndeti mbylljen e dialogut post-monitorues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në janar të vitit 2026, duke vlerësuar atë si njohje të rëndësishme për procesin demokratik të shtetit, reformat në sundimin e ligjit dhe përkushtimin ndaj standardeve europiane. Në takim u theksuar rëndësia e mbështetjes ekspertizë nga Këshilli i Evropës në procesin e integrimit europian, veçanërisht në kuadër të kapitujve 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me gjyqësorin, të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Ulja e stokut të çështjeve gjyqësore, zgjerimi i ndihmës juridike falas dhe digitalizimi i sistemit gjyqësor përmes platformës Euronix janë disa nga treguesit e progresit të Shqipërisë në reformën në sistemin e drejtësisë. Vlerësimi vjen nga ministri i drejtësisë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Pra nga 2020 deri sot stoku në gjykatën e lartë është ulur me 60%. Për shkak të një plani konkret ku u adresuan mungesa e burimeve njerëzore, u adresuan jo eficienca e disa masave ligjore, pra përmirësuam dhe nga ana ligjore, por dhe nga infrastruktura, do të thoshja, qoftë ajo fizike dhe qoftë ajo digjitale. Në këtë mënyrë, plotësimi i vendeve vakante në sistem nga këshillat, shtimi i asistentëve ligjor në të gjithë hallkat e gjyqësorit, edhe sistemit prokurorial, ka arritur kapacitetin operacional të këtyre organeve. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që ne mundet të themi që në kohë të adresojmë stokun e çështjeve të mbartura. Toni Goku deklaroi se Shqipëria po punon për harmonizimin e mëtejshëm të kodit penal, kodit të procedurës penale dhe legjislacionit për të drejtat themelore me akuis të Bashkimit Evropian, ndërsa procesi i vettingut po hyn në fazën përfundimtare brenda mandatit kushtetues. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se Parlamenti Evropian për Shqipërinë konfirmon denoncimet e opozitës mbi situatën e demokracisë, shtetit ligjor dhe korrupsionit në vend. Në një konferencë për mediat, Berisha theksoi se heshtja mediatike për raportin e Parlamentit Evropian është e papranueshme. Kryedemokrati theksoi se janë 8 rezoluta nga vjeshta e vitit 2024 deri më sot që denoncojnë gjendjen dramatike në Shqipëri. Sipas tij, raporti sanksionon përjashtimin e opozitës dhe qytetarëve nga procesi i integrimit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian e kujton Prishtinës zyrtare si takon asaj të bind 27 vendet anëtare për të përparuar në procesin e integrimit. Në përgjigje të apelit të kryeministrit Kurti, ushtruesi i detyrës së shefit së zyrës së BE-s në Prishtinë, Eva Palatova, kujtoi se Unioni dëshiron që vendi të ecë përpara me aplikimin për anëtarësim. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar që të arrini këtë synim të radhës, por më lejoni të jem sinqert. Brukseli nuk mund ta jap thjesht statusin e kandidatit. Ju duhet të bindni 27 shtetet anëtare, tha Palatova. Ajo theksoi se Kosova duhet të mbetet një demokraci funksionale, zgjedhjet parlamentare të jenë të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse. Sipas saj, BE pret reformimin e shpejtë të institucioneve dhe një qeveri të qëndrueshme me shumicë të fortë parlamentare. Lidhja Demokratike e Kosovës është drejt zyrtarizimit të bashkëpunimit me ish-presidenten Vjosa Osmani. Të shtunën në mesditë LDK-ja do të mbajë mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm ku pritet të jepet formalisht drita i gjelbër këtij bashkëpunimi. Ky subjekt do të nominojë kandidatin për kryeministër si dhe president. Ish-deputetja Jona Lushaku Sadriu ka deklaruar se ky bashkëpunim është i shëndetshëm, ndërsa antari kryesisë së LDK-s, Visar Azemi, tha se bashkëpunimi me Vjosa Osmanin nuk është koalicion klasik, pasi numri më i madh i mbështetësve të saj kanë qenë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.